Dy ngjarje mjaft me peshë që kanë të bëjnë me shqiptarët karakterizuan kryeqytetin e Hungarisë Budapesti. E para ishte vizita e kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha dhe shpallja e konsul-nderit të afaristit preshevar Avni Afuzi. Në këtë agjend ishte përfshirë edhe Këshilli Kombëtar Shqiptar i kryesuar nga kryetari Galip Baqiri me bashkëpunëtor. Pasi që kryeministri Berisha zhvilloi takime pune me krerët më të lartë të shtetit hungarez, në ambasadën e shtetit shqiptar në Budapest ishte organizuar edhe një ceremonial rasti për nder të shpalljes konsul-nderit të afaristit preshevar Avni Afuzi, i cili një kohë të gjatë vepron në Hungari. Zoti Avni Afuzi, shqiptari nga Presheva, banues në Budapest, zhvillon aktivitetin e tij privat në një agjenci doganore. Ai është përfaqësues i dhomës tregtisë dhe industrisë së Tiranës në Budapest dhe i zgjedhur në disa organizata shoqërore dhe borde ekonomike. Zoti Afuzi shquhet për solidaritetin njerëzor dhe ndjenjën e sakrificës për ndihmuar çdo që është në nevojë. Dhe gjithë kjo lartësohet nga një modesti që e karakterizon. Zoti Avni Afuzi ka mbështetur me të gjitha mundësitë e tij morale, financiare dhe me angazhimin e vet personal shumë takime, aktivitete, vizita të delegacioneve shqiptare të zhvilluara në Hungari nga politikanët dhe zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar në favor të forcimit të marrëdhënieve të gjithanshme politike, ekonomike, kulturore midis dy vendeve tona, të çështjes së Kosovës dhe veçanërisht të venditjes së tij Preshevës. Ai gëzon respekt në komunitetin shqiptar në Hungari, falë marrëdhënieve që i ka ndërtuar. I nderuar zoti kryeminist, e nderuar zonja ambasadore e Republikës së Shqipërisë, e nderuar zonja ambasadore e Republikës së Kosovës, të nderuar përfaqësues të logjinës së Preshevës, të nderuar miq e të ftuar. Është një nder dhe kënaqësi e veçantë për mua që në praninë të kryeministit të shtetit AM, zoti Sali Berisha, të emrohem konsul nderi i Republikës së Shqipërisë për rajonin e Peçit. Falenderoj Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Budapest për vlerësimin që më bëjnë. Ju premtoj, i nderuar zoti kryeministër, se do të punoj më të gjithë energjitë e mia për të mbrojtur interesat e Republikës së Shqipërisë dhe të shtetasve shqiptar. Ju falenderoj. Blisko hitom ministere në kurat. Jo vetëm Presheva, po edhe Shqipëria dhe Kosova janë krenar me suksesin tënd në këtë vend mik. E kam shumë besim që do t'japish ndihmë të çmuar në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe kombeve tona. Dhe urimet më të përzemër. Urime, faleminderit. Lëngjina Preshevës, burën gjithë shqiptar ku janë për aktivitetin tim. Faleminderit shumë se erdhët gjitha rrugë. Sukses inshallah. Veç vazhdoni me shokë. Ju kësoni keni prezantuar gjithë shqiptarinë, por specialisht edhe Preshevën. Faleminderit. Gjatë vizitës zyrtare në Hungari, përfaqësuesit e Këshillit Kombëtar Shqiptar zhvilluan edhe një sër takimesh tjera me zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Hungarisë, organizatave jo qeveritare të këtij shteti, si dhe me afaristë të ndorë ndurshëm hungarez, të cilët u interesuan për mundësinë e investimeve në Lugin.